A ju pranohet fakulteti juaj në Gjermani? Në këtë faqe anabin mund të shikoni se fakulteti juaj a pranohet komplet, pjesërisht apo nuk pranohet fare. Ja se si funksionon. Shkojmë në Google dhe klikojmë anabin. Pastaj, futemi tek faqja anabin.kmk.org. Shikoni këtu këto 3 vija që janë lart edhe klikojmë këtë opsionin këtu. Hochschule Abschlüsse. Pastaj e zgjedhim se cilin shtet, për shembull, unë kam studiu në Turqi dhe këtu kam kërkuar Turqi. Më pas në fund të videos do bëjmë edhe një kërkim në Kosovë. Pastaj e zgjedhim edhe fakultetin, për shembull të unë është dish hekimi, dentist. Shkojmë poshtë, tu tregon se sa vjet është fakulteti. Për shembull këtu thotë që është 5 vjet, që zgjat 5 vjet, edhe është klasa A5. Kjo klasa A5 tregon domethënë sa vite është fakulteti. Ka raste që shkruan për shembull A3. A3 do të thotë që është vetëm 3 vite edhe llogaritet për shembull vetëm bachelor. Fakulteti jam ka qenë 3 vite bachelor, 2 vite master. Domethënë mua më pranohet edhe masteri. Pasi klikojmë këtu shohim emrat e universiteteve që pranohen në Turqi për dentist. Dhe ja ku është edhe universiteti im Istanbul Universitesi. Këtu sheh edhe nëse është universiteti shtetëror apo universitet privat. Ka raste për shembull ju keni studiu 5 vite në Kosovë edhe jeni me master, po këtu kur të futeni e shihni që është vetëm A3. Kjo do të thotë që masteri juaj nuk pranohet vetëm bachelori juaj. Çka duhet bërë në këto raste? Ka raste për shembull që nuk ju del fare fakulteti juaj, por nuk do të thotë që domethënë ju nuk mundi këtu me ushtru profesionin e juaj. Në këto raste ka në Gjermani teste të cilat ju testojnë njohuritë tuaja për këtë profesion. Për shembull për mjeksi edhe për stomatologji është Kenntnisse Prüfung. Për këta që i pranohet, që e shihni që konfiguron fakulteti juaj këtu në faqen anabin, ta domethënë që mundet ta bëjnë njohjen direkt, pa pasur nevojë të futen në për teste. Ose është edhe opsioni tjetër i cili ju duhet të shkoni në për kurse ose të bëni disa vite praktik këtu. Pasi të përfundoni praktikën, atëherë mund ta ushtroni profesionin e juaj në Gjermani. Nëse ju ka pëlqyer kjo video, tregoni këto me like edhe bëni share të shokët e juaj, edhe ndiqeni kanalin tim sepse do postoj për njohjen e diplomës, sepse edhe vet jam duke e bërë momentalisht njohjen e diplomës. Ju faleminderit gjithëve.